Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish këtë diel në ky emër. Kësaj radhe jemi me një personazh që nuk kam nevojë as me prezantu. E pse nuk kam nevojë se e kena shumë prezant kohëve të fundit në media, në neja, e gjithkohon. Një person që nashta që e kam edhe pak shoqe, na bën si të shohim në televizion, na bën kejve me qesh, person pozitiv. Nashta e zgjata pak me prezantimin, Rina Ramadani. Veçan të gjuta pak shoqe, qëto e njiva për herë të parë, kështu që... Se tani menojnë që bëtë moj me hatër. Anjeza, faleminderit shumë za më për ftesën. Me që në thonë të këto me ne. Qysh je, Rina? Qysh po kalon kohët fundit? Mirë shumë. Përveç që je kaq e bukur, kaq pozitive, çka po bën kohët fundit? O, loçka me, unë veç punë, të me thonë vazhdimisht me punën, me familjen të umar, po mirë, mashallah. Deri këto mirë. Qysh po ecë muzika, neja, të kena shumë prezent në neja, po thuj se gati çdo natë. Po, e vërtet është mirë, po menoj që jemi t'ju adhon hakun punës, për derisa jemi ndër vite kaq aktiv. Rina, unë edhe pse të prezantova si shoqen tam, për krejt ata që nuk e din, në këtë emision kthehemi pak mbrapa në kohë. A mundesh më na tregu pak për familjen tënde? Si ka qenë Rina e vogël? Po, me shumë kënaqësi. Deri në moshën 4 vjeçare më thojnë prind që kam qenë shumë e urtë. Edhe, do me thonë, pas 4 vjet, më thonë që e kom pas gjallërin krejt që jam edhe sot si tip. Unë jam pas 4 vllazërve, edhe tash normal kur një vajzë rritet mas 4 vllazërve, është gjithgjysh ka me qenë e fort e kom ushty se mu më ka shku që ashto fëmiria të ushty me vllaznit. Edhe menoj që duna vazhdimisht me ju falenderu edhe që më kanë bu shumë të fort. Se tash komentet ma të mdhaja i kam të rretit të shoshnis që jam shumë burnesh. Okej. Edhe menoj që është një fakt prej tyre që më kanë bu që shto ma si fort. Sipas teje është ma mirë që cilësohesh si burnesh? Ato kanë tu tani gjinia e kundërt? Jo, se unë nuk e kam tipin që jam tip e vështirë kështu, po për me krahasu me shoqnin, me tonë të drejtën, të gjitha ata që janë rreth meje edhe që vazhdoj me u shoqnu me qikat e klasës fillore, edhe djemt, menoj që vazhdoj me qenë haluajërina pozitive, dashton, edhe po e kom fjallën për punë, për plot sene, menoj që fortësinë e kom prej vëllezërve. Po, kur jemi të kujtimet asaj kohë, cilat janë kujtimet më të mira që i mon mend? Shumë kam Anjeza. Unë kom pas fatin me u rrit me një familje shumë të mirë, edhe gjatë shkollimit, me u rrit me një lagje të mirë, si Ulpiana, s'pëdi, kam shumë, sidomos që kisha mujtë me ndonja në ditët të shkollës që jonë maj çdo vjetë, unë kom qenë gjithmonë aktive si fëmi në programin shkollor, edhe ose kom imitu ndonjë këngëtar, ose me vallëzim, edhe gjithmonë jom sillë rreth artit edhe muzikës. Edhe tash je aktive, Rin? Po, shumë. Kur nuk nalesh? Shumë, e vërtet. Po, familja Rina, qysh ka ndiku në rrugtimin tënd? Shumë mirë. Prej fillimit, cili ka qenë personi në familje po flas që ka thonë, po Rina ti mundesh me e bo? Mami dhe babi. Ata të dy dhe kur në fakt, mu më ka rrugë gjenerata e klasës të 9, e dyta gjeneratja, edhe e di që me shumë dashni të madhe, më kanë dërgu mas afatit në shkollën e mesme të muzikës, ku tash kemi ju në nështru një provimit, se dhe tash vazhdo një njëjti rregull, edhe ata ju në konë gjithmonë që po
Une duna me shku, me kry edhe me qenë skenë. Po, a ka pasur ndonjëherë, ndonjë moment që je ndi ndryshe nga bashkëmoshatarët e tu? Jeni, nashta... Pa i s'pëdi, unë menoj që krejt e përjetojnë qëto gjatë fëminisë. Edhe nëse, nështë ta kisha mujtë me thonë që nëse puna e zëri që unë sot jom këngëtare, unë gjithmonë e kom pas zonin si pushke dhe si fëmi kom artë si komente dhe adin nuk jom di shumë e vlerësume se edhe më kanë tonë shoqet edhe shokët edhe arsimtarja muzikës. Dhe gjithmonë ka qenë që e kanë vrejt edhe tjertë, jo vetëm familjes. E kështu nështë da kësha me thonë, jo në vlerësume, po shumë e vlerësume. A ke pas menën e madhe në shkollërin? Jo, heq, jo, edhe thëmë me plot gojen që hezet, unë thash edhe ma herë që unë e vazhdoj me u shoqnu me të shkollës fillore, me të shkollës të mesme. A ke pas në të një shoqe në shkollë që tash e ki edhe kolege muzikë? Po, Arlin Gjushincën që mi konë në fillore, po Arlindi është në klasik. Po kritjo në klasik, vetëmi ajo mu në populore, po mënoj generatës, Kalqina Miftari, Sopranoja. S'po di, ndoshta edhe kure njoftova gonin e njoftova në mbrëmje muzikore, edhe unë ju ktheva populores edhe jam shumë e lumë të nuk hitësëm pishman. Cili ka qenë momenti t'i parë që tha kjo është drejtimi jam edhe unë kom e vazhdu me bo këtë punë, që shkur në cilën mosh fillove veç mu merë me muzikë? Realisht, kur e kom prek skenën po flasë përveç koncerteve të shkollës shumëta, në 2007 në Polifest, kur ka qenë kanga e me parë, edhe ato jëmë prezentu. A i nështë ta mëj me thonë që në 2007 në qaj ka qenë momentë. Sa vjetë që i bjenë me kona tërë? Pa, a ta është përdo me marrë vështë të vjetë i gomet. Unë e A gji. që para njëzë e kemi në këtë ljubë duga gjini që e ka këtë vajtë. E di që e den, po në vitë 2 të shkollës mesme, kështu si duket, ashtë edhe s'pëm kujtojë sa vjetë. Ma ndej që shke prej Polifestit, vazhdimi studimeve? Po, gjithmonë, tani vëgjë më barë edhe mirë, edhe që sot me shumë projekte, në shumë skena që kom shkel, shumë e fatë anjeza. E përmendëm që ke fillu shumë herët, po a ke pas në herë dyshimen vetë vete sa i përket këti rrugtimi? E dim që nuk është rrugtimi letë, muzika, artistët, bota artistëve është pak... E tash edhe ma herët në shtatë më varë që shritësh, edhe unë asë një herë si kom tut mikrofonit, edhe kur kom në fillimet e mija, edhe gjithmoni kom pas edhe komentet që jam, abden që nuk dridh në anë skenë, aden nuk kom dridhën durët prej, aden, po tash emocionin që shë përjetoj unë vazhdoj me përjetu së dhe 17 vjetë në skenë live. Aden është ndjen që shijoj edhe emocionuam gjatë performancës me njerëzit u këndu. S'pëdi, unë e shës të një mrekulli skenën. Po famën, që shesha? A e shës si barë apo si bekem? Unë nuk jam tip që vuj për famë, edhe gjithmonë e kom pasët, edhe vazhdoj me mendu që asë një artist nuk duhet me vujt për famë, duhet me shiju, se ajo vjen vetë. Asë nuk dosh me ju friksu, pa asë dosh pa tjetër me luftu për më po e famshme. S'pëdi, unë nuk kam qase ndjesie që duna pa tjetër, se na e dim ditë sote që mujmë me shumë pak sene, mu bo viral, po jo, asë njëherë nuk e mendoj për kundrazi, të shajtë njëtë edhe të shka, po menoj të shka investoj, mas shumë të është familja dhe që kësha do ashtë gjithmonë me pas këtë rati, me agonin, me rretin familjar, me shoshnin, se e di, kemi na shumë, është një fjali urtë populore kur i ki pas shyrët për balët e i shef, e shoh që nuk është e letë sigurisht, se mundet edhe me diviju fama, po unë jom shumë tuni mirë, që ashtë jo me famë shumë jom okej. Fakti që je person publikat ka pengu në jo, asë me dojtë, a heqë për s'kom komplekse, s'kom. Këto edhe në mune me ta dëshmu dhe
kolegët e tu që i takoj shumë shpesh në për mramje, në për vendet ku rrim, që na jena vend një vogël edhe takohemi vazhdimisht, po jo Anjeza. A të ka ndryshu jeta prej një rinës në shkollë, tash një artiste, tash që fillim të jena shumë prezent në media, a të ka ndryshu jeta prej kësaj pra për këtejnat e fama, prej kësaj famët që veç e ke marrë, e sidomos edhe vitet e fundit? S'kisha me thonë që më ka ndryshu jeta, vazhdoj me të thonë edhe me dëbinda njës që unë e shia i shumë çdo moment. E shia i shumë. Edhe tash, kur ti se ki që atë kompleks që është të ndodhë me ty wow, më qume një mëngjes, se unë e vazhdoj me marrë komplimente shumë prej publiku tem që më ndjekin që sa vite në vendet ku performoj. Edhe që ajo është, unë menoj që ato se cili artist e dëshiron. Se unë nuk kam klient që i kom vetëm një javë, po kam klient që i kom qëtë ma shumë se 10 vite. Kom familja që performojnë në dasmat e tyne, ko pas ko, jo të nipit, jo të bezës, që ajo është që mu shumë më përmbush. Edhe pasioni dhe vullneti më vjen prej komplimentëm që i marrë live, të thuje se çdo natë. Po me rrjetet sociale shiki punë të rinë, a ki komente negative? Nuk i shkoj. Nuk i shikon? Asë njerë. Nuk e di, une... A të ndodhë në herë që të ka thonë dikush këshëri komentet? Po, ka pas, po une diçka dhe nuk është që intervistat i kom shumë edhe me thonë në që së më përshtatën mu, edhe une e shmoj shumë edhe prej televizioneve dhe prej punës që e bëni jo, edhe nuk e di që kom pas diçka komente kështu që jëm shajt, për kundrazi, unë e një frasi këngëtar jam që s'kom probleme, se që ashtu është realisht, as me njerëzit, po as me televizionet. Qysh ja del me konë kaq pozitive, kaq e dashur për publikun, se kur po ta bëj pyetje për në komente, e di shumë sigur që nuk i komente negative. Qysh ja del me... Qysh a ke dalë deri tash, realisht... Dhe unë menoj që veç të qenë vetja, që kjo që jom realisht, edhe në momentin që ko me ndru, unë veç s'ku me konë rina. Se na jena shumë të prekshëm si artista, kur na kemi punë me masën, neve na manë publiko, nuk e di pse duhet me pas ignoranca edhe duhet më smi u thonë dashni njerëzve që jonë të ngritë çdo ditë ma shumë. A e ke mendu ndonjëherë me pauzu, si prej muzikës, si prej medjave? A e mendon, ose a e ke mendu ma herë? Për dirisa se kom mendu kur e kom borojnë, para 6 vjetë, edhe ajo ka qenë periuda që të më thonë, deri një javën e fundit të Shtatzanis kom performu live, edhe do më thonë, mas tindës i ka ra fix një muj e gjys, deri sa jom këthy prej Amerikës. Edhe a i beson që, vetëm një moment ka qenë me Agonin, që a je në gjendje me Elon djalin, se për natirin, ishte mramja e parë në sheshin 21, basi u këteva, si bike një javë loft. E thash po. Do me thonë pas ka pas edhe marrët artiste që kam performu... Veç e kom tonë... Deri në muajin e 9? Po, deri në javën e fundit. Këta, edhe... Po besoj ka qenë në eksperiencë e bukur? Shumë, shumë. Se ta shpeshojme dhe Davina Zeshirin që po performan Shtatzanis. Se cilën mramje muajin e fundit të Shtatzanis, ka qenë që ku marrë komente, jo sonte kemi shku në spital, sonte kemi shku në spital. Po jo, edhe a ke pas stres në atë kohë që ke performu për deri sa ke qenë nështë në javë të fundit të Shtatzanis? Edhe njerën false. A ke pas stres? Jo, unë kom pritu me flajt Shtatzani, Janjeza. Më ka shku shumë barë, shumë edhe... Nësë nëjherë kom pas, gjatë karierës të më punë, mas shumë ti kom pas gjatë Shtatzanis. Shumë u konë, ka pas shumë ditë që kom këndu edhe ditën edhe natën. Po kom pas të shka jëmë konë ma hala ma e fortë se shtash. Pas lindjes e rujtë, the që nuk e pauzu shumë që i bie... Një muj e gjysë. Mas një muj e gjysë me njerë kom fillu.
Besoj që i ke mungu edhe publikut, se je shumë prezente në neja. Po du munduar të ke pjesa e neja, ma shumë të rjeku nejat apo darsmat? Ku e gjenë vetën ma shumë? Pyetje e mirë. Darsmat e kanë lezetin e veç shumë të madhë, po përveç asaj të ndje shumë e vlerësume, që të zgjedhin me përformu me një darsëm. Tjetra është që në momentin kur hin qifti, është qaj momenti kryesor, edhe është e tyre. Mandej është krejt që ka japin orkestra edhe këngëtari, për me i disponu edhe me shiju qatë natë. Une, deri sot, është vetëm, thëmë, inshallah kështu vazhdojnë në bare mirë, se në asë një dasëm aniz në nuk ka ndodhë deri sot me dalë prej salës kur veç e binë pagesën që unë nuk ja u lypi halalin. Edhe, do më thonë, veç e kom në kry që nuk i marë nëse nuk ma bojnë halal edhe nëse nuk janë të knaqën. Këto e din krejt dasmort edhe uroj që edhe kanë me pa emisionin që në gjithmonë kështu veproj. Të puna e mbrëmjet janë knaqësi në vetës, se takon vazhdimisht njerëz të rinin e kemi shumë të mirë, më ndej këngë të vjetra qytetare, veç por i këthen çdo ditë e ma shumë që për neve është tepër sa një mirë kjo që edhe fëmijët tonë me i ditë edhe se kemi muzikë shumë të bukur edhe shumë të pastër. Cila është njëna prej këngëve që ta kërkojnë mas shumë të në mbrëmje? Nëse flasë për të mija ato autoriale, është e fundit s'ka edhe dorëzohem nga një qajili që kjo këngë është mrekulli. Po prej këtyne këngëve tjera që i këndon zakonisht në mbrëmje? Kohëve të fundit se ndronë pak me sezona, i kemi pas në tash shumë vjetë në skenë, për para ka qenë të manku që vite ma herët. Tash kohëve të fundit, mas shumë të që kërkohet, është mora fjallë, poshari. Janë disa këngë kështu që gjithmonë i kërkojnë. Që i dënë publiku. Pa ka pas raste që tu ka kërku si ndarës masë mbrëmje ndë një këngë që ti nuk ja ki idenë cila është? Po, kemi raste dhe në besoj që kanë të gjithë artistat që performojnë live, se na nuk muj me i ditë të gjitha, ka dhe disa këngë që edhe vokalit e femnës nuk i përshtatën. Po rrallë më ndodhë kjo, për shkak, së shqisë më ka ndodhë, po neve, na që jemi shumë shpesh në neja, neve na lidhë neja, edhe e din paka shumë reportarin që shë kemi, edhe në të gjënë dikush edhe thotë, unë e po du me të pas nej temën që shke qenë të anjeza. Edhe tani, mandi nuk ka shumë kërkesa ekstra të neve, se thash edhe ma herët, neve në ndëgjojnë shumë shpesh, jemi afer qëti publiko që e kemi. E tash po du pak me kalu ka jeta personale, e di që këtu deshtë, për me t'i bo këtë pytjo deshtë me kone edhe agoni, nuk e di që shko mja bo agoni tash me ardhë vetë, e me folë pa ty. Ato e din te. Veç shumë kisha pas qef me përjetu edhe ajtë qëta që shpe përjetojën. Ta shka me përjetu ma keqë se është vetë. Okej, u kry. Do me thonë po më premtojnë që kemi abu që të qefë. Ajo do ashtë me qenë sot, po sërëzësht edhe mu më tha me të kërku falje për arsye se ajo punon edhe gjatë ditës, është jurist, është ka, edhe përveç që është edhe muzikant, edhe jarë shumë keqë që s'mujti me qenë prezident. Po me që ajë nuk është, po du me më tregu pak edhe për publikun që kanë qef me ditë, historinë e ju të dashurisë, që qeni njoftu, këllimet e juaja. Tregu, më janë njëzë. Jemi njoftu me një mbrëmje muzikore, ka qenë ato momenti, po... Që sa vite jeni bashkë? Ka 17 vjetë e gjysë. Prej shkollës mesme jemi bashkë, edhe tash unë e thëmë me plot gojën që të kesh fatë njëtë është gjithë shka.
Do me thonë, menoj që agoni më ka bo si njeri mi arru komplekset njët, me umar me gjanat kota që kom pas fat me qenë afër ti. Që sa vite bashk, po besoj që edhe në mbrëmje dashme jeni gjithmonë bashk. Kove të fundit është me afrimin dhe grupin yjet, to 4 vitet e fundit, por nuk është që si jemi bashk, se ka momente kur edhe e kërkojnë agonin, se neve jemi zhvillu bashk, se shumë tri kemi dalë të dytë në skenë, edhe tash kur njerëzit thrasin edhe i thojnë agonit, a mund është me qenë në këtë datë, në momentin që nuk ka me afrimin, a i mundet me qenë me mu, po mirë, është që na për ja dalim shumë mirë edhe kur është adin e A të mungon që se ki prezent? Po, mungon me raste, mungon. Nuk është që së mungon, se shumë gjatë e kemi ndoa skenën bashkë, po që kjo është ndojerë vi vjen me qenë me mu edhe ma ndej po kompenzohemi. Apo gjatë këtyre mbrëmjeve dashmave, a ju ka ndonë ndonjëherë ndonjë incident qesharak, ose diçka që të ka me të mendje, kështu, që avrin me cik? Qesharak... S'po ti, nështë një ndër momente që i përmendim mas shpesh edhe me kolegë të shoqnin tonë, është që agonit gjithmonë mu manal pak zërin në mikset, për arsye se thët shumë adin je fuqishme dhe ma ndinaj, adin e unë tash gjithmonë e kritikoj, thëmë, se duhet sardi jeti muzikë me mu, dush me manual zonin mikset, nëse jemi me instrumentista atjerë, ose me qenë edhe na i këngëtara e gjithë shysh në ndodhë. Po që kjo është momenti që nështë ta unë e shikoj scenë dhe i thëmë që shu të manual zonin, s've kuptaj, po tash jemi mësu, kur mikson agoni është ndryshe, nuk... Këto incidente të ndodhit i kene në gjdo mbrëmje, nashta diçka të vogël. Po, ti, Rina, qështë e kështë përshkru vetën me 3 fjallë? Përveç pozitive. Okej. Ato e kam, ato është që ashtu jam e lindon dhe gjdo dhe të falindrona Zotit që jam kështu që jam. Po, me 2 fjallë, e dashtën, edhe artiste, kështu që 2 sene ma të mirat që i shioj çdo ditë. Çka të frikson ma shumë në jetë? Çka më frikson? Realisht, s'po dibe nuk jam tip të cajkones. Dëgjysh. S'po di, nështë kisha me thonë që friksona nëse dikush më largohet prej jetës, prej familjes, që ajo. Për ndryshe për vetje, asë njëherë nuk menoj që duna mi u friksu one si rinë vdekjes, po për antartë e familjes, për rrethin, për njerës që i njof, që ajo është... Nëse nuk do ishe këngëtare, me çfarë do ishe marrë? Aktore. A të kam betë pikë? Jo. Që nuk i ke vazhdu aktrimin? Jo. Vese kom pas talent kështu gjithmonë edhe vazhdoj me marrë komente që më thojmë se s'është dëvonë me shku se... A me ndonë najherë si opcion? Jo. Nuk mund është më lërgu prej muzikës. Edhe pësa mund është me i botë të dyja. Ajo është një pjesë të pak edhe pa qenë edhe aktore në s'ke nuk mund është me pas... Po, s'po di, nuk është... Bodë jam të e disponu rretin e shoqnin me ajgaret e si djetë ndoshta asone një shumë aktor që s'kanë studiu aktrimin edhe studion super aktor, kështu që... Po, cili është një mesazh që ja kështë e prit vajzave të reja që e ka një ëndër qoftë të aktrimi, qoftë të muzika? Veç mes me u dorëzu, me punu vazhdimisht. Unë njifna si një gru, si një non shumë punëtore dhe qajo që nuk besoj une që thojnë hajtë qka të vjen, adin qka të kemë reskju.
Unë e besoj që duhet me punu shumë, edhe mi realizu krejt ato që ka donë ti me punë. E këto vetëm këtë ja u kërkoj vajzave të reja edhe unë edhe kam shumë kontakt me shumë vajza të reja dhe vazhdimisht këto fjallë ju thamë. Po me bashkëpunimet që ki punët? Për mashallah. Apo më të regon, cili është një artist ose artiste që kështë desh me bashkëpunu? Ka disa, po kështu të preferun, kam shumë. Për shambull, na jamër. Okej, apo do në me të taktu një mashkull, një femën, apo do në kështu, që shpo ki qef, veç të regam. Ajni të e vrejt që jom t'ju përshtat shumë anizës kamerat, jom brava kamerat. Nuk i qare. Ani nuk i qare, do me tonë. Prej meshkujve, me afrimin, e kom pas andër shumë e pas me Ilirin, me Agjen Ilir, kështu këngën e kom realizu edhe ka qenë një mrekulli që du na t'i falenderuam vazhdimisht, ati dhe tekstrusit tonë të madh, barë shqiptar Avni Qailit, që e ka shkri do me thonë si këngë. Tash prej këngëtarve e kom në rana afrimin, mandej prej këngëtareve, uroj, ka disa që menoj që më shkon, është Jehona Sopi, një ndër vokalistët që më pëlqen shumë kështu. Prej matë vjetërve, kom shumë, ta shkon mi përmenda. A ke mendu në herë me po në i bashkëpunim me një artist që nuk është heqë zhandre tënë? Për shambull, një bashkëpunim me në i reper? Jo, kur s'ko mendu. A kështë mujtë me realizu në qëka tjilë? Po, në besoj se shumë edhe shumë zhandre tjera që këndoj e di që e gjej vetën edhe se kam problem. Për shambull, një bashkëpunim me Lidri Vullin? I shkon okej, se jo, veç për që përshtatemi, ne jam përshtatemi, se jena hala këngëtar 3. Po. Edhe muj me u përshtat, edhe shumicën e këtyre këngëve që janë Dafines, Delvanes, na i këndojmë live, thuje se çdo natë. Rina, ne kemi edhe një rubrik të pyetjeve, janë pyetje spicy. I kemi disa numra që lëvizin, numri që ndalet, kemi me lezu pyetjen që i përket atij numri. Okej. A je gati? Unë e gjithë gati, ma si martë të gati. Okej, a vazhdoj me numrat. Okej, pyetja numër 11. Nëse do ishe single, a do flije me dikë që është i martuar? Shoqër që nuk është agoni këtu. Jo, ato 100% e thëmë, kështu e në nëshkruj, që s'kish ndodhë. Okej, vazhdoj me numërin tjetër. Pyetja 16. A e ke humbur vigjerin para ditëlindjes së 16? Jo. Okej. Vazhdoj me numërin tjetër. A do pranoje të mos bëje dosh për një vit nëse do fitoje €1000? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Menoj edhe një herë. Jo. Vazhdoj me numërin. Ani qëto që shponoj, unë që vazhdoj me marë fare. Asnjëherë në jetë. Apo merë shumë pare, a? Shumë pare po merë, mbromje. Po, së që s'marë. A paguash sa e meriton? Më nuk menoj që asë njone, si do mësë viteve të fundit, jo vetëm Kosovë, po kjo unë e një edhe që na bjen shumë me utu jashtë vendit, se na nuk menojmë që paguemi që asë sa e meritojmë, edhe asë të tja paguash. Unë e shumë paguna. Veç sa e meriton, se na po e dim që paguemi shumë, veç sa e meriton problem është. Ma shumë se që e meritoj. Se adin qysh, unë kom qef kur i ndëgjoj që nuk paguen qëtë, se na jena të e dashtë vetën dhe të e vlerësu vetën. Kështu që sa të vlerësojmë vetën, nuk menojmë që paguemi sa duhemi. Okej, vazhdoj me numrin e fundit. Unë shqyqër. Okej, nëse do ishe ndarë nga agoni, qëfar këngë do i dedikoje? Duhet me përjetu,
S'moj me paramendu, nëse unë se paramendoj asë njerë më ndoa për e jagonit, kështu që unë mendoj me u plak me to, që ashtu e ka mendimin, edhe kështu që me festu edhe nja 3 martesa mi bo, kështu që zonë 20 vjetor, ta shafër e kemi 20 vjetorin, edhe me po martesën 2 dhe ftesën me ta ba njësë me burin e njejtë. Kështu që jo, asë kisha dashme me ndu bële nëse isha nda për ti edhe kisha dhe dik ku kangë. Rina, je këngëtare që e qanë live-in, qëka kishe mujtë me nga këndu live sot? Një këngë që e këndër mas shumë ti në mbrëmjet e tua. Okej, unë i knoj edhe të mijat, po kove të fundit që edhe këtë pas në arru me cikë, është edhe një këngë që e kërkujnë shumë e të Uta Selimit. Ta koje nga unë bënit fana. Hajde, okej. O, zot. A i gati? Do me thonë me këndu, kjo... Me këndu. Kjo vajza e bukur. Atë natë që me le, atë natë që undam, edhe sot për ty zemrëm shon, e di kush je, qfar zemre ke, jemi dasht, por fati im nuk je. Takojen nga unë bonit falja, thuaj gabimet ja falja, hej, thuaj se për ty kam sha, tregoj se për ty po vuaj, se po ikin dit dhe muaj, hej, unë e ty kur s'të harroj. Këtë më nashti me kajtë. Bravo, zonin push. S'ka faja agoni që ta nalë të pak. Apo, s'ka faja e pa e brek. Je e mrekullueshme. Rina, për fund, apo më tregon çka janë planet e tua të afërta, ndaj bashkëpunim, ndaj projekt ri? Vetë që di që plane kam mirë, mashallah, rënë, dhe nështë një 3 muj, një zako më thirë për projekte që do dalin. Okej. A të lojnë qështu? Ndo një bashkëpunim diçka që javli me ceka, apo nuk është që? Jo, tash vinë emision, pra. Apo, a? E po nëse nuk të thire? S'ka lidhje. Vjen të nduga gjene ke bosin shpe? Po, mirë, sankona, unë asë njerë sankona njës. Shto që zbesoj që së më thirë. Një vajzë e bukur e meqme si të zbën kësi gabime. Rina, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit Ky Emër. Faleminderit shumë. Edhe falenderojmë shumë që je gjithmonë pjesë e televizionit, mediave me këtë energji pozitive, edhe inshallah gjithmonë vazhdo me qenë e njëjta. Faleminderit Loçk. Afër juve inshallah gjithmonë. E promis të dashur kaq kishim edhe për sonte në Ky Emër. Falenderojmë si gjithmonë Ujë Rrugove që është pjesë e emisionit tonë. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Una Njeza, natën e mirë.